Zjoni yje! Një tjetër lajm për fuqizimin e grave u tha me fjalë dhe sigurisht u bë çorap me vepra. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që fushata elektorale e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 maj të nisë në mënyrë simbolike me një aktivitet kushtuar grave dhe vajzave shqiptare, duke cilësuar kontributin e tyre si themelor në politik, administratë dhe shoqëri. Pasi, siç ka thënë dhe shoku Enver, gruaja është forcë e madhe. Po sa e madhe është në të vërtetë kjo forcë? Aktualisht, Parlamenti Shqiptar ka 50 gra përfaqësuese, çka do të thotë se është i përbërë nga 35.7% femra. Pa të mendohem pak, sa gra politikanë njohen? Jo, Monika Kryemave, jo. As Josefina Topalli, se nuk e dia, vazhdon Josefina apo ka dalë? Kam të gjithë përgjelësh e kanë për të zjarë jashtë. Ajo goca tjetër e vogël. Se si më ngatrohen gjëra. Sepse nëse ka një gjë që e kemi mësuar mbi kurrizë, është që sasia dhe cilësia pa diskutim që janë dy gjëra të ndryshme. Kush është problemi? Sa prej deputetëve në parlament ka finuar postin prej aktësisë dhe sa prej tyre ngrenë zërin për të mbrojtur qytetarin. Harrova. Ulave, u ka hije, ka karisim vetëm në kopec.